Porosia ime është në këtë muaj të Ramazanit bëhu shumë aktiv. Ma pak flej, ma shumë rri pa gjumë. Për shkak se ata të cilët rinë në kam, duke falë namazin e natës, sidomos në këtë muaj, Allahu kam ja u forcu kamët në ditën e kiametit kur do dalim para madhnisë Allahut. Kur thamë mos flej shumë, lutjet e ditës pranohen dhe agjerusit, po pranohen edhe lutjet në pjesën e tretë të natës. Kur ti je i vetmuar dhe ki hale, dhe nuk ka njeri pa hale, ku e lut Zotin e madh që Allahu të smurit tanë t'i shëron, e të varfërit tanë Allahu t'i pasëron, ata të cilët kanë dhe i bëhet padrejtësi Allahu t'i çliron. E kitë këto lutje, ndoshta mungese lutjes tanë dhe Allahu nuk e përmison gjendje. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam, udullahu wa antum muqinun bil ijabe. Lutni Zotin dhe ju të bindur se Allahu i pranon. Për Allahun nuk ka diçka të pamundur, për Allahun çdo sen është e mundur. Kemi shembuj të shumt. Prandaj lutjen tane përgatitë zemrën edhe gjuhën dhe lutë Zotin shumë me sinqeritetin më të lartë në këtë muaj të begat që Allahu ta ndryshon gjendjen tane më afër Zotit. Gjendjen e fëmijëve tu më afër Zotit, gjendjen e familjes më afër Zotit, gjendjen e shoqërisë tonë më afër Zotit. Nëse ne në këtë muaj nuk e lusim Zotin, atëherë në muaj tjerë kemi vështirë. Kjo është një. E dyta, kontrolloje veten mos u mirë shumë me krijesa, miru me krijesën, me krijuesin Allahun e Madh. Pse e tham këtë? Se ne kemi angazhime dhe jeta është çat shumë dinamike që po na merr shumë energji negative. Po humbim kohë shumë bosh me të thënë thasha. Ruje gjuhën dhe synin tanë, se gjuha dhe syni ta prish zemrën, sidomos syni, por edhe veshi, kanë me dhënë llogari para madhnisë Zotit. E në këtë muaj, sytë e tënë të shohin shumë Kur'an, veshët e tënë të ndëgjojnë shumë Kur'an, gjuha jote mos ndale duke e përmendur Zotin, edhe trupi jot le ta marrdhon Allahun. Thot Zoti në Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiqa al-yaqin, marrdhoje Zotin derisa takohesh me Zotin e Madh. Derisa takohesh me melaçen, kur ne do dalim nga kjo botë. Këto janë dy porosi shumë të rëndësishëm që të lusim Zotin në momentet, sidomos në pjesën e natës, përkushtohemi, ta ruajmë kohën dhe ta shfrytëzojmë maksimum në lloj-llojshmëritë që i përmendëm këtë mejdan për të arritur kënaqësinë e madhnisë së Allahut, dhe e treta, bëni një vepër që nuk e ka bërë askush. Çka do të them me këtë? Veçoju me një vepër që se ka bë askush. Ne gjithë falemi se kemi obligim. Ne gjithë bëjmë vepra të mira se dikush ndihmon kështu, dikush ashtu, dikush me fjalë. Bëni një vepër. Çfarë vepre tham? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, njerëz më të dashur tek Allahu janë njerëz të dobishëm, ndërsa vepra më e dashur tek Zoti, cila është? Është instalimi i gëzimit në zemrën e vllaut tan. Në asnjë moment mos e hidhro zemrën e vllaut tan edhe nëse të ofendon. Edhe nëse të nënçmon, letë është të nënçmohet, letë është të fyhesh, letë është të poshtrosh dikan, rand është i thush, hajde vëllav jam në xhami. Allah i shpërbleft, po nuk ban kështu, me fjalë të bukura dhe të mira, se zjarmin nuk e shuan zjarmin, po zjarmin e shuan uji. Kështu ka thënë Imam Samarkanti, ti bën ujë, uji jep gjallëri, uji jep pastërti, uji e ngjall, uji e shkym zjarmin. E lutim Zotin e Madh me emrat e bukur ti dhe cilësitë e ti të larta, që ne jemi garuz dhe fitimtar në këto mejdane, në këtë mejdan me këto lloje të adhurimeve për të arritur kënaqësinë e madhnisë së Allahut.